10 mars. Le ta adhurojmë qengjin. Edhe unë qaja shumë, sepse nuk u gjet asnjë idejnë të hap dhe të lexoj librin, dhe as ta shihta atë. Zbulesa 5:4. A i ke menduar ndonjëherë lutjet e tua si aroma i qiellit? Kjo është tabloja që shohim kur lexojmë nga Zbulesa 5. Aty jepet një copës e jetës në qiell. Te Zbulesa 5 shohim Perëndin e plot fuqishëm mbi fron, duke mbajtur një rrotull libri në dorë. Libri mban 7 vula. Para se rrotulla e librit të shpaloset, vulat duhet të hapen të gjitha. Mendoj se shpalosja e rrotullës së librit përfaqëson ditët e fundit të historisë, dhe hapja e 7 vulave përfaqëson atë pjesë historie përmes së cilës do të kalojmë teksa ju afrohemi atyre ditëve. Në fillim, Gjoni qanë për shkak se nuk u gjet asnjë idejnë që të hapte librin dhe të shikonte në të. Zbulesa 5:4. Por pastaj, një nga pleqt në qiell thot: Mos qaj, ja, Luani i cili është prej fisit të Judës, rënja e Davidit, fitoi të hap librin dhe të zgjidh të 7 vulat e tij. Zbulesa 5:5. Duke vdekur në kryq, Jezusi fitoi të drejtën për ta shpalosur pjesën e mbetur të historisë së shpengimit dhe për t'i udhëhequr njerëzit e tij fitimtar përmes saj. Në vargun tjetër, Luani paraqitet si një qengj, qëndronte një qengj si i therrur. Zbulesa 5:6. A nuk është ky një imazh i bukur për fitoren e Jezusit në kryq? Edhe pse i therrur, qengji qëndronte në këmbë dhe jo shtrirë. Fitoria është plotësisht e sigurt, ashtu si një luan glabëron armikun, por mënyra se si ai e korri këtë fitore ishte duke e lejuar armikun e tij ta therte si një qengj. Prandaj, tani qengji është i denjë ta marrë rrotullën e historisë së shpengimit nga dora e Perëndisë dhe ta hap atë. Ky është një veprim aq mbretëror, saqë 24 pleqt e qiellit, këshilli i adhurimit të Perëndisë, nëse mund ta themi kështu, bien përmbys përpara qengjit me adhurim. A e di se çfarë janë kupat e arta me temjan? Zbulesa 5:8 thot se ato janë lutjet e shenjtorëve. A nuk do të thot kjo se lutjet tona janë aroma i qiellit, aroma e ëmbël para fronit të Perëndisë dhe para qengjit? Unë forcohem dhe inkurajohem për të lutur edhe më shpesh dhe me një zell edhe më të madh, kur mendoj se lutjet e mia po mblidhen dhe po ruhen në qiell, dhe se po i ofrohen vazhdimisht Krishtit në vepra qellore adhurimi. Le ta bekojmë, ta nderojmë dhe ta adhurojmë Krishtin këtu poshtë me lutjet tona, dhe pastaj të ngazëllojmë që këshilli i adhurimit të qiellit i ofron këto lutje sërish para Krishtit, si temjan e mirë para qengjit që u therr.